Në manastirin e Zvërnecit, një nga destinacionet më të vizituara të jugut të vendit, ditët e fundit është vënë një rritje e ndjeshme e nivelit të ujit nga laguna e Nartës. Fenomeni është i lidhur me prurjet e shumta nga deti, si dhe ndikimi i Baticës dhe Zbaticës, duke krijuar një panoramë sa të veçantë, aq edhe shqetësuese. Pamjet e filmuara këtë të diel nga televizioni 6+ Vlora tregojnë qartë nivelin e rritur të ujit, i cili ka mbuluar pjesë të konsiderueshme të territorit, i cili lidh ishullin me tokën. Uji ka depërtuar pranë bazës së urës prej druri, e cila shërben si i vetmi akses për vizitorët drejt manastirit, duke e bërë kalimin më të vështirë dhe në disa momente edhe të rrezikshëm. Megjithatë, pavarësisht situatës dhe ndonë se jemi në mesin e muajit shkurt, qytetarë dhe turistë, vendas të huaj, kanë vijuar të frekuentojnë manastirin, të shpërndar në oborin e tij dhe përgjaturës, ata shihen duke shijuar natyrën dhe qetësinë që ofron kjo zonë e mbrojtur. Për shumë prej tyre, peizazhi i krijuar nga bashkimi i ujit me tokën përbën një pamje mbreslënse, tipike për ekosistemin e lagunës. Në një situatë të tillë, kur ujërat rriten në mënyrë të papritur, problematike mbetet siguria e qytetarëve. Ura ekzistuese prej druri e ndërtuar vite më parë ka pësuar dëmtime të herpaseshme si pasojë e lagështirës, erozionit dhe amortizimit natyror. Rritja e nivelit të ujit e ekspozon edhe më shumë atë ndaj rrezikut, duke shtuar shqetësimin për një incident të mundshëm. Prej kohësh është folur për nisjen e një projekti për ndërtimin e një ure të re, më të sigurt dhe më rezistente ndaj kushteve atmosferike, ose për rikonstruksionin e plot të urës ekzistuese. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje konkrete në terren. Kjo situatë e lë zonën të ekspozuar përballë fenomeneve natyrore, të cilat në periudha të caktuara të vitit bëhen më intensive. Manastiri i Zvërnecit, i vendosur në një ishull të vogël mes pishave dhe ujrave të lagunës, përfaqëson një ndër monumentet më të rëndësishme kulturore dhe fetare të zonës së Vlorës. Përveç vlerave historike, ai është edhe një pikë kyçe e turizmit kulturor dhe natyror. Çdo problematik që lidhet me aksesin dhe sigurinë ndikon drejt për drejt në imazhin dhe funksionalitetin e këtij destinacioni. Në lagunën e Nartës, këtu në manastirin e Zvërnecit, është rritur prurja e ujrave si pasojë edhe e rreshjeve të fundit me intensitet, por edhe të Baticave dhe Zbaticave të detit. Një situatë që në fakt është problematike nëse do të kemi parasysh edhe urën e cila për momentin paraqet rrezikshmëri. Sikundur ndiqni edhe nga pamjet, kjo e diel po shënon një fluks disi të konsiderueshëm të vizitorëve, të cilët janë këtu në manastirin e Zvërnecit për t'u njohur me bukuritë dhe resurset që të ofron. Megjithatë, duket se është i nevojshëm vijimi i zbatimit të investimit që u premtua për urën e manastirit të Zvërnecit, që për momentin paraqet rrezikshmëri, si pasojë edhe e rreshjeve të shiut, po të kemi parasysh edhe ura është bërë e rrëshqitshme. Pra, ky material është bërë i rrëshqitshëm edhe nga myshjet, duke përbërë një tjetër rrezik të shtuar për vizitorët të cilët vinë në manastirin e Zvërnecit në këto ditë shkurti. Në kushtet kur ndryshimet klimatike dhe fenomenet natyrore po bëhen gjithnjë më të paparashikueshme, ekspertët theksojnë rëndësinë e mirëmbajtjes së vazhdueshme të infrastrukturës në zona të tilla të ndjeshme. Ndërhyrjet parandaluese, investimet në struktura më të qëndrueshme dhe monitorimi i vazhdueshëm i nivelit të ujrave janë thelbësor për të ruajtur jo vetëm sigurinë e vizitorëve, por edhe integritetin e vetë monumentit. Rritja e nivelit të ujit në lagunën e Nartës është një fenomen i njohur sezonal, por situata ditët e fundit rikthen në vëmendje nevojën për zgjidhje afatgjata. Deri atëherë, vizitorët do të vijojnë të tërhiqen nga bukuria unike e zonës, ndërsa institucionet përballen me sfidën për të garantuar që kjo pasuri natyrore dhe kulturore të mbetet e sigurt dhe aksesueshme për të gjithë.